Problemi blegtorëve të zonës së Labërisë, Selenicës dhe Lumit të Vlorës, i cili u paraqit pranë drejtorisë rajonale të veterinarisë në Vlorë dhe ku pak ditë më parë ata takuan drejtorin e këtij institucioni Adila Kujdeli, ka mbritur edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë vetë deputeti i zonës, Vullnet Sinaj, ai i cili ka mbajtur një fjalë në Parlamentin shqiptar, duke cilësuar një problem serioz për blegtorinë në zonën e Vlorës dhe i gjithë Labërisë, si një apel për pushtetin qendror dhe vendor për të reaguar ndaj këtij problemi. Për shkak të murtajës së të imtave, kullotat e infektuara nga murtaja në blegtorinë e imët kanë sjellë pamundësinë e shtektimit për mbi 10.000 krerë bagëti të zonës, duke vënë në rrezik mbi jetesën e tyre. Sipas deputetit Vullnet Sinaj, bujqësia dhe blegtoria janë resurset natyrore të domosdoshme për banorët e Lumit të Vlorës dhe gjithë Labërisë. Ndaj ai tha se apeli i tij ndaj pushtetit vendor dhe atij qendror të pasohet me masa konkrete më të shpejta. Arsyeja që mora fjalën është për një situatë emergjence në blegtori në zonën e Vlorës edhe të Labërisë. Për arsye të ju lutem qetësi. Se këto kohët e fundit ka pasur shenja të sëmundjes së murtajës në blegtorinë e imët dhe për këtë arsye ka qenë i ndaluar shtektimi, por jo më tepër i ndaluar shtektimi se sa problemi që kullotat ku këto tufa dhe këta fermer shkojnë në zonën e Korçës kanë qelluar dhe ato kullota të infektuara dhe për këtë arsye janë mbi 10.000 krerë bagëti të imta në zonën e Vlorës edhe të Lumit të Vlorës që nuk kanë mundësi shtektimi. Shtektimi i tyre është i domosdoshëm, është një shtektim tradicional që vjen për arsye se në kohën e stinën e verës thahen kullotat, nuk ka ujë për të pirë blegtoria, thahen edhe lerat e malit dhe në këtë situatë kanë të domosdoshme të bëjnë lëvizje drejt vendeve të freskëta që ka ujë dhe kullota për këto. Unë fakt kam biseduar sot dhe me ministren e bujqësisë dhe ka marrë mirë kuptimin e saj për këtë situatë. Njëkohësisht është marrë një angazhim nga Ministria e Bujqësisë për të bërë njoftim në bashkitë të cilat kanë mundësi që të pranojnë këto fermer të Vlorës, të cilët ta blegtorë, të cilët janë në këtë situatë kaq të vështirë. Njëkohësisht edhe vetë dua t'i bëj thirrje bashkive të Ersekës, Përmetit dhe Vollit që të na ndihmojnë në këtë situatë kaq të vështirë në të cilën ndodhet blegtoria e zonave jugore të Vlorës, pra rrezikojnë që ato të shuhen si tufa. Prandaj dhe një herë ministre do kërkoja mbështetjen tuaj dhe të qeverisë për të hyrë në lidhje dhe në kontakt me këto bashki dhe për ta zgjidhur këtë situatë emergjente për t'ju dhënë një ndihmë atyre blegtorëve dhe fermerëve të cilët me mund dhe sakrifica të jashtëzakonshme po mbajnë në këmbë këtë blegtori në zonat jugore, po edhe në gjithë vendin. Unë ngele me shpresë, sepse jemi dhe drejt fundit të kësaj legjislature dhe të këtij sesioni, dhe do ta kisha të vështirë që të gjeja një rast tjetër për të folur, ngele me shpresë që kjo situatë do të zgjidhet dhe do të marrë drejtim, në mënyrë që dhe atyre blegtorëve të zonave që kanë këtë problem kaq të madh, po edhe baktive, pasi ne sot sa kaluam në parlament ligjin për shëndetin e kafshëve bashkë plot me 273 nene. Dhe mendoj që kjo situatë për të cilën unë po flas në këto momente është situata më emergjente në atë zonë e cila do zgjidhje. Kështu që duke ngel me shpresë se ky problem do zgjidhet sa më shpejt për ata blegtor, ju falenderoj për mundësinë që më dhat të flisja për këtë çështje kaq të rëndësishme për zonën time. Shumë faleminderit kryetare.